Sot, në orët e para të mëngjesit, Izraeli nisi sulme ndaj Iranit, përfshirë kryeqytetin Teheranin, Tabrizin, centralin bërthamor Natanz në Isfahan dhe qytetet Lorestan dhe Kermanshah, duke lënë të vrarë zyrtar të lartë ushtarak dhe shkencëtar bërthamor. Sipas mediave iraniane, Hossein Salami, komandanti i përgjithshëm i korpusit të gardës revolucionare islamike, dhe Mohammed Bagheri, shefi i shtabit të ushtrisë iraniane, ishin midis të vrarëve në sulmin izraelit. Përveç zyrtarëve ushtarak, 2 shkencëtar të lartë bërthamor, Fereidun Abbasi dhe Mohammed Tehranci, u vranë gjithashtu në vrasjet shënjestruara, shkruan Al Jazeera. Agresioni ka çuar në frikën e një konflikti më të gjerë ushtarak në rajon, me Teheranin që premton një përgjigje të ashpër. Udhëheqësi suprem iranian Ali Khamenei paralajmëroi se Izraeli përballet me një fat të hidhur dhe të dhimbshëm pas sulmit. Me vullnetin e Zotit, dora e fuqishme e forcave të armatosura të Republikës Islamike nuk do ta lërë atë Izraelin të mbetë pa ai. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha në një mesazh të paregjistruar se sulmet e së premtes në mëngjes kishin për qëllim dëmtimin e infrastrukturës bërthamore dhe fabrikave të raketave balistike të Iranit. Ndërkaq, ushtria izraelite tha se kishte dëmtuar strukturat nëntoksore të vendit të pasurimit të uraniumit në Natanz, duke përfshirë një sallë pasurimi shumë katëshe me centrifuga, dhoma elektrike dhe infrastrukturë shtesë mbështetëse. Ajo shtoi se u sulmua infrastruktura jetësore në vend që lejon funksionimin e tij të vazhdueshëm dhe përparimin e vazhdueshëm të projektit të regjimit iranian për siguruar armë bërthamore. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Iranit, Abolfazl Shekarqi, u citua nga mediat iraniane duke thënë se Izraeli do të paguajë një çmim të rënd pas sulmeve të tij. Ndërkaq, shefi i shtabit ushtarak izraelit, Eyal Zamir, tha se Izraeli kishte arritur në një pikë pakthim me sulmin e së premtes, duke i përshkruar sulmet e mëngjesit të hershëm ndaj Iranit si një luftë për të ruajtur ekzistencën tonë. Zamir tha se Izraeli i nisi sulmet pasi nuk mund të priste një moment tjetër për të vepruar. Ai tha gjithashtu, kushdo që përpiqet të na sfidojë, do të paguajë një çmim të rënd. Sulmi ndaj objekteve bërthamore mund të shkaktojë disa pasoja me përmasa të paparashikueshme, duke përfshirë rrjedhje radioaktive, shpërthime dhe ndotja afatgjate. Irani dhe Shtetet e Bashkuara janë aktualisht të përfshira në bisedime mbi programin bërthamor të Iranit, me qëllim arritjen e një marrëveshjeje që do të kufizonte programin në këmbim të lehtësimit sanksioneve për Iranin. Megjithatë, pas sulmeve të sotme të Izraelit, Irani njoftoi se nuk do të marrë pjesë në bisedimet indirekte bërthamore me SHBA-n, të cilat ishin planifikuar të mbaheshin në kryeqytetin e Omanit më 15 qershor.